fishtoheshin vota padrejtisht Me qargun e Tiranës unë nuk them dot që janë bërë gabime nga grupet e numërimit sepse janë marzha shumë të vogla. Subjektivizma tani ne po diskutojmë edhe fletë e votimit që kemi vlerësuar ne, po i diskutojnë kandidatët. Po, me votimin elektronik kjo nuk ndikon. Ndërkohë sa i përket pjesës sa duhet bëhet, a duhet depolitizohen këto shkallë të administrimit zgjedhor, edhe kjo i përket partive politike, por unë mendoj se zgjidhja më e mirë çdo rast do ishte që të bëhet përfshihet votimi dhe numërimi elektronik. Komisionet kanë shumë më pak antarë në ato kushte, pra një komision me 3 antarë, dhe kjo e zgjidh. Pastaj a janë të politizuar apo të depolitizuar, kjo është një çështje filozofie zgjedhore, se sa çështje e bën më mirë apo më keq. Për mendimin tim personal, unë jam që të jenë depolitizuara komisionet të gjitha niveleve dhe të jenë me profesionistë, sepse dhe ato videot që kemi parë me komisionerë që duket sigur flen në qendrët e votimit kur dikush tjetër shef flet në votës, edhe këto nuk janë normale.